Parasha Visimaku sjell videoklipin e këngës Dashuria të vitit 2006 në albumi e Hos From Iliria. Këngëtare e njohur shqiptare, Parasha Visimaku, ka sjell për publikun videoklipin e këngës së saj Dashuria, duke shënuar një rikthim të rëndësishëm në skenën muzikore. Kjo këngë është pjesë e albumit të saj e quajtur From Iliria, i publikuar në vitin 2006 dhe vjen me një mesazh të fuqishëm artistik e emocional. Teksti i këngës Dashuria është i bazuar në poezinë e shkrimtarit të njohur Andon Zako Çajupi, duke i dhënë asaj një dimension të veçantë artistik. Muzika është krijuar nga një bashkëpunim mes Robert Nolfe, Parasha Visimaku dhe Dileo, ndërsa producenti i projektit ishte ish bashkëshorti i këngëtares, Robert Nolfe. Ky videoklip vjen pas një periudhe të vështirë për Parashavin, e cila përjetoi vështirësi të mëdha financiare dhe u gjend në një situatë të pasigurt, duke u bërë e pastre. Megjithatë, rikthimi i saj në muzikë nuk do të ishte i mundur pa ndihmën e madhe dhe përkushtimin e Elton Ilirianit. Ai u bë një mbështetje jetike për këngëtaren në momentet e saj më të vështira, duke i ofruar jo vetëm ndihmë financiare, por edhe forcë morale dhe besim për të rifilluar karrierën e saj. Sakrifica dhe angazhimi i Elton Ilirianit për të ndihmuar Parasha Visimaku në këtë periudhë të vështirë është një shembull i rrallë i humanizmi dhe përkushtimit ndaj artit dhe artistëve shqiptar. Falti, një prej zërave më të veçantë të muzikës shqiptare, ka mundur të rikthehet në skenë dhe të sjellë sërish emocione për publikun e saj besnik. Dashamirësit e këngëtares kanë komentuar me entuziazëm në rrjetet sociale, duke shprehur gëzimin për rikthimin e saj pas një mungese të gjatë. Megjithatë, ka pasur edhe keqkuptime lidhur me këngën Dashuria, pasi disa ndjekës nuk ishin në dijeni se kënga është realizuar fillimisht në vitin 2006 dhe jo një krijim i ri. Pavarësisht gjithçkaje, ky rikthim shënon një moment të rëndësishëm në karrierën e këngëtares dhe përbën një dëshmi të forcës dhe pasionit të saj për muzikën. Publiku vazhdon ta mbështesat dhe pret me padurim çdo projekt të ri nga Parasha Visimaku, duke mos harruar gjithashtu kontributin e çmuar të Elton Ilirianit në këtë rikthim të merituar. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!